Mirë, pritjet për muajin shkurt janë shumë të mëdha. Duhet të zgjedhet presidenti i ri, duhet të zgjedhet kryetari i ri i PDK-s dhe duhet të zhbllokojë situata politike në të cilën ndodhet vendi. Mirëpo, ky është një muaj shumë i shkurtër për ta ngarkuar me pritje kaq të mëdha. Nëse nisim nga përvoja, do të ishte naive të pritje nga kjo klasë politike që të jepte rrugë për një kohë kaq të shkurtër kaq shumë problemeve. Për të diskutuar për këto tema, sonte në komitet e kemi të ftuar zotin Enver Hoxhaj, ish ministër i punëve të jashtme dhe deputet dhe antar i kryesisë së PDK-s. Mirë, profesor, mirë se erdhët në komitet. Mirë se gjeta. Partia ju i ka shpeshtu mbledhjet e kryesisë, cilat si zakonisht mbahen natën. Apo merren ndonjë vendim apo shumë kush i pa këto mbledhje si një sinjal që po ju dërgohet rivalëve por edhe partnerëve? Partia jonë është një parti e cila është aktualisht në institucione shtetërore. Edhe kryetari i partisë, edhe zëvendës kryetari dhe shumë kolegë me ndikim që janë parti, gjatë ditës kanë punë në institucionet shtetit, prandaj edhe është arsyeshme që mas orës 4, mas orës 5 ne duhet ta kemi agendën e partisë, por qëllimi është që të merr me mënyrë të detajshme me situatën politike në vend, dhe kisha thënë qëllimi është që ta ndërtojmë një politikë, jo vetëm një strategji për komunikim me media dhe me opinion publik, po që ta ndërtojmë një politikë se si të t'i kalohet situata në vend. Pra, fakti që po mbahen natën nuk është një mesazh për rival tuaj. Faktit që përbahen natën nuk është një mesazh për partnerët tanë, po dhe për rival tanë, me që ka pas një mbledhje para do vite, kur është majtë natën. Nashta është dita shkurt përsa ta, se kërë gjatë dita. Dhe edhe unë kam qenë pjesa se mbledhje, zbashku me zotin Thaqe dhe zotin Kuqi, njoftën si takimi i Zanzibarit. Kështu që absolut jo nuk ka të baj as me frymen, as me qëllimin e Zanzibarit. Le dhe ke kur ju shet që shtu natën, ata i majnë mbledhjet vetë, me këshirë që po bëni ju kënena. Ndoshta ish presidenti Sejdiu mund ta ketë këtë kujtesë, po më mërmende që kryeministri Mustafa, me që gjatë ditës ka kontakte permanente me zotin Thaçi, nuk e ka këtë shqetësim. E lëshut një komunikat pas të mbledhjeve, ku thoni si PDK është e gatshme ta kandidojë zotin Thaçi për president. A mendoni si ka klim në Kosovë për këtë propozim dhe a është zoti Thaçi personi i duhur për postin e presidentit? Unë mendoj që nesër mund të ketë qartësi. Se për këtë kandidaturës zotit Thaçi, ne kemi biseduar gjatë këtyre 2-3 ditëve. Klima politike në vend ka të bëjë edhe me obligimet kushtetuese që i kemi. Do të thotë na zoti Thaçi nuk po zgjedhemi president se zoti Thaçi pa pritmas dëshiron të bëhet në fillim të këtij viti pa bërë presidenti i vendit, por presidenti Yahya Aga po kryen mandatin. Ne kemi një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila marrëveshje duhet të zbatohet në tërësi, dhe në përputhje me këtë marrëveshje, ne duhet vendit në fund të marsit, në fillim të prillit, t'ia ofrojmë një president i ri, dhe zoti Thaçi zgjidhet në përputhje me sistemin politik që e kemi në vend. Kjo do të thotë që sistemi jonë politik në kushtetutën aktuale parashet që parlamentit vendos në bazë të një marrëveshje mes partive politike për kandidatin për president, dhe në përputhje me këtë zoti Thaçi do të zgjidhet president. Ndërsa debatin që e kemi për mendimin tonë nga herë në shoqërinë kosovare, a përfaqëson uniteta jo, unë mendoj që zoti Thaçi, nëse masmi me parametrat sakt, e reflekton një unitet se është njeri më i votuar në Kosovë. Përderisa para rëndës të tij nuk kanë reflektuar fare uniteti, se kemi marrë asnjëherë se sa ndoshta sjellja e tyre ka kriju unitet në Kosovë. Përtej kësaj do të thotë është një njeri i cili ka përvojë, i cili ka qenë procese politike në këto 20 vite, 30 vite të fundit. Që shtruat, vetëm në pyetje, zonja Atifete Yahya Aga është vërtet që nuk ka qenë politikane e karrierës, mirë po spaku gjatë mandatit saj e kemi pa që edhe opozita dhe koalicioni e kanë pas derën qelë dhe kanë taku presidentin kur ka pas nevojë vendi. A mendon që zoti Thaçi do të jetë personi i cili do të mund
ta ketë derën qeli dhe për opozitën, ose a mendoni që opozita do të trokas në derën e tina, pra do të jetë njeriu i cili do të trajtojë njëjtë sikur opozitën, sikur koalicionin qeverisës? Unë mendoj që deri me tash ka pas situata ku zoti Thaçi e ka të kalu atë petkun e tij partijak. Do thotë gjatë viteve për shembull 2004-2007 kur ne kemi qenë në Vjenë, zoti Thaçi, edhe unë që kanë qenë pjesë e negociata në Vjenë, kemi marrë pjesë si parti opozitare dhe më shumë i ka shërby agjendës shtetërore se sa interesit tina të kohë për të bë kryeministër i vendit në 2007. Mandej, edhe që ka ndodhë me situatën e blokut në verën e vitit 2014, dhe në fund të vitit 2014 për 6 muaj, të regon që ajnë situatat caktune e vendosë interesin e vendit para interesit e ti, dhe me dojë që në rafshën personal, është mirë, ndoshta taftoni edhe atë para se të mrohet president në këtë studio. Na aftojmë çfarë? Na aftojmë bashkën të Batuni. Unë mendoj që unë do t'ja preferoj që të vjen. Që ai të jep parametrat e tij se si do të sillet si president i vendit. Po për mendimin tim është një njeri i cili do të sjell postet e presidentit, edhe leadership, edhe vizion, edhe dinamizëm, dhe natyrisht që do t'jetë dera hapur për çdo parti politike. Zoti Hoxha i thatë që nesër do të ketë çarsi, do të ketë nesër një mbledhje të PDK-s ku mund të... Sa përqarin për lexues, kjo i bjen shikus, kjo i bjen sot, sepse kjo do të shfaqet nesër emisioni, kështu që mos krijohet konfuzion. Do të shpallet kandidatura për president në atë takim të... Unë mendoj që mrena 24 orëve do të dalme me një qartësi të plot, mund të jenë edhe 48 orë, por mendoj që mrena këtyre 2 ditëve do të ketë qartësi të nominimit zyrtar të zotit Thaçi. Jo në kuptimin e asaj që do të organizojmë një ceremoni edhe do të dalmi zyrtarisht, po do të marrë me qëndrim si parti. Çfarë po dua të them është që për këto 2 ditë, 3 ditë, sa jemi pa për shumë lajme që kanë dalë, që u nominua ky, ose u emrua ky, ose u propozua ky, nuk ka pas shumë të vërteta, se ne ma shumë jemi marrë me gjendjen ekzistuese politike në vend se sa jemi marrë me emrat dhe mbi emrat të personave. Zoti Hoxha tha që PDK do ta sqarojë pozicionin e saj karshi kandidaturës së zotit Thaçi. Në opinionin është kriju një pritje që qartësia rreth kandidaturës së zotit Thaçi do të jetë vetëm pas kthimit të tij nga Shtetet e Bashkuara. Një vizitë është paralajmëruar tim për datën 19 janar. A jeni ndjeni për këtë vizitë dhe a është vërtet që aty do dihet në fakt a do të kandidojë zoti Thaçi për president apo jo? Ne kem pas për disa ditë mbledhjet kryesisë dhe kem vendos në mënyrë të qartë që kandidati për president të jetë i Partisë Demokratike të Kosovës. Kështu është komunikata jonë, do të thotë se kem përmend zotin Thaçi me emër dhe mbi emër. Do thotë kjo që mund mos jetë zoti Thaçi? Jo, dhe unë mendoj që gjatë ditëve të ardhshme PDK do del me qëndrim të qartë, po kjo është qëndrimi i kryesisë, ndoshta edhe këshillit drejtues të partisë, ndoshta edhe kryetarëve të degëve, të cilët do duhet mandej ta formalizojnë si tillë, por kandidat tjetër nuk ka dhe mendoj që ne humbum kohë nëse mendojmë që do del dikush tjetër, kështu që është përfundimtare që zoti Thaçi del. A nuk kupton kjo edhe me automatizëm ndërheqje nga udhëheqja e partisë, nëse shpallet kandidatura e tij? Domethënë shpallet edhe ndërheqja e... Po unë mendoj që zoti Thaçi do ta respektojnë që do të jep dorëheqje, se kur do të jep dorëheqje, cila duhet të jetë dita e dhënies së dorëheqjes, është çështje e juristëve. Por ne nuk do të hymë me zgjedh kandidatin ton për president në Kuvendin e Kosovës për pa pas qartësi ligjore. Do të thotë qartësi ligjore në kupton respektimi plot i kushtetutës, i rregullorës së Kuvendit, çështja e rundit parë, rundit dytë, rundit tretë, çështja e të
të deputetëve, të një deputetëve e kvorumit të domosdoshëm. Mendoj që vendi ka bani përvojë deri më tash dhe kemi mësu, jemi avancuar. Jemi avancuar. Ai që ka mësuar. Po, zoti Sediu, zoti Pacolli, kështu që ne nuk do ta lëndojmë kushtetutën me atë se sa gjatë do të qëndron zoti Thaçi në postën e presidentit të partisë apo jo, dhe nuk do të shkelmi pashtu kushtetutën dhe asnjë rregull. Të paktën kjo është vendosmëria e Partisë Demokratike, para se të hymë në kuvendin e Kosovës, por pashtu ka qartësi të plot që votat do të ketë, kem të 9 deputet të cilët i ka koalicioni aktual qeverisë dhe është me qartë që ai do të jetë president i vendit. Profesor, a ka opsion PDK edhe një kandidaturë konsensuale, apo ju vazhdoni të jeni insistues që vetëm zoti Thaçi është kandidatura për president të Republikës? Dua të jem kështu shumë i hapur dhe i sinqert me të gjithë juve. Ne kemi pas një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës, në propozim që e kemi bërë Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë nëntori, dhjetori i 2014, ku formula ka qenë që PDK-ja do të dëshironte ta mbante postën e kryeministrit, atë botë do thotë, ndërsa LDK-ja do të mund ta merrte postën e presidentit dhe të kryetarit të kuvendit. Zoti Mustafa dhe Lidhja Demokratike kanë pas dëshirë që ta marrin realisht postin më të rëndësishëm që është këtë vend, se kryeministri është i rëndësishëm këtë vend, kuptimin e politikave të zhvillimit. Dhe ne në atë kohë kemi bërë kompromis, dhe që në atë kohë ka pas një qartësi të plot që do thotë zoti Thaçi do të jetë kandidat i joni për president të vendit. Mandej zoti Thaçi ka deklaruar publikisht, nëse s'gaboj edhe në mesin e mandatit të tij të dytë si kryeministër, që ai nuk është interesuar të ketë një mandat të tretë. Do të pothuajse ka qenë një përgatitje edhe politike dhe psikologjike që kandidati jonë do të jetë zoti Thaçi. Unë dhe mendoj që kjo nuk është temë brenda PDK-s dhe nuk është temë as në opinionin publik në Kosovë. Një çështje shumë e përfolur, domethënë është edhe çështja e trashëgimtarit në këtë pozitë. Kush duhet jetë kryetari i ardhshëm i PDK-s sipas jush? A do të jetë zoti Veseli njeriu që do ta zaventësoj zotin Thaçi? Deri më tash nuk ka pas një debat për ata do të jetë zoti Veseli apo nuk do të jetë zoti Veseli. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës, ndoshta mund takon që të folin në terma të tillë, është një parti e cila ka një leadership dhe ka disa kandidatë të cilët mund të jenë kryetar të Partisë Demokratike. Unë personalisht e njoh zotin Veseli prej vitit 1987, 88, 89, kur kemi qenë student, kur e njoh njëkohësisht edhe zotin Thaçi. Nëse më pyet për votën time për zotin Veseli, vota ime do të jetë pozitive, po unë sa kam dëgjuar ende zotin Veseli që thotë që ai është interesuar. Kështu që unë mendoj që kjo është temë më serioze se sa ne mendojmë. Do të thotë duhet si parti të mendojmë se cili duhet të jetë raporti i PDK-s me shtetin e Kosovës në 10 vitet të ardhshme. Do të thotë që të jemi më të qartë. Unë kam thënë edhe në kryesitë të partisë këto 2-3 ditë e fundit që prej asaj se si do të sillet PDK-ja në 2-3 muaj të ardhshëm, do të varen zhvillimet në vend në 10 vite të ardhshme. Unë mendoj që ne do ta kemi çdo herë para nesh peshën historike të kohës në cilën po jetojmë. Për këto, a do të ketë një kuvend të jashtëzakonshëm shpejt të PDK-s për të zgjedhur kryetarin? Mendoj që masi të zgjidhet presidenti i shtetit, Partia Demokratike e Kosovës do të ulet, do të bisedojmë, ndoshta mund të ketë edhe kandidatë të tjerë. A jeni ju personalisht kandidat? Unë personalisht nuk kam menduar asnjëherë për këtë çështje, me thot drejtën. Do thotë nuk keni menduar, nuk jeni. Deri më tash nuk kam menduar. Okay. Deri më tash nuk kam menduar. Në 11 vitet e fundit, sa në Partia Demokratike të Kosovës, e shoh veten në kuptimin e aktivitetit politik, pothuajse
përmbushur, të arritur. Kam qenë 2 herë ministër, kam qenë deputet, nuk kam menduar asnjëherë. Kështu që nëse ju insistoni që unë të vendosi sante para jush. Na nuk insistojmë, nëse insistoni ju që të bëheni. Jo, unë nuk kam ambicie. Okej. Po, nuk kam ambicie, po... Je i gatshëm për sfida. Jo, ambicia ime e vetme, po ta tham shumë mitësisht, është kjo. Berat. Partia Demokratike e Kosovës deri më tash ka qenë një parti ma shumë rreth liderës se sa parti politike mirëfillt evropiane. E vërtet. Po. Dhe për mua ambicia kryesore është a do të arrijmë në këtë proces që PDK-n prej një partije të liderit ta shndrojmë në një parti evropiane ku vendimarrja nuk është e koncentruar në një njeri ose 2-3 njerëz, ku në mesin aty të 2-3 njerëzve si akuzë direkte ndaj leadershipit që nuk e kemi jo, po 2-3 njerëz kur i përmend edhe vetëm ndoshta. Ku vendimarrja do thotë duhet të jetë e gjithëve në partisë, ata 2-3 njerëz, 3-4 njerëz hyj edhe unë në atë grup. Një kryesi super e ngushtë. Super e ngushtë. Do thotë dilema është se si ta shndrojmë PDK-n në një parti evropiane në kuptimin e strukturës, cila do të jetë platforma e arshme e partisë më të madhe në vend, cili do të jetë lideri që ka ndikim më të madh brenda partisë. Aktualisht zoti Veseli ka një ndikim të tillë, unë do të thotë. Pra për të ndodhur kjo profesor, do të mu largu zoti Thaçi prej partisë, i cili ka qenë më i madh sa partia, dhe partia, pra asnjëherë partia s'ka mujt me rivalizu me zotin Thaçi, për shkak të relevancës tij edhe historike dhe bashkohore. Dhe ju mendoni që spostimi i tij krijon një garë më të barabartë brenda. Unë mendoj me formë terma ndërkombëtar brenda peizazhit të Partisë Demokratike. Kur zoti Thaçi zgjedhet president, ne do ta kemi një ekuilibër të ri të raportit të forcave në atë shkollën e real politikës. Po do ta kemi edhe një frym të bashkëpunimit në shkollën liberale. Edhe tash ka pas mirëkuptim, ka pas mbështetje, ka pas angazhim. Unë personalisht jam benjos zotit Thaçi. Po, çfarë po dua të them është që të jem kështu i saktë me juve si intelektual, ai ka qenë saktësisht si thatë ju, Berata, ai ka qenë më i madh se sa partia. Zoti Veseli ka vlerat, virtytet e tij, por mendoj që nëse ai do të jetë kandidati jon, është në interes të atij, po është në interes të vendit, të llogaridhënies, të përgjegjësisë, të avancimit të individëve, që ne ta rikornizojmë Partinë Demokratike të Kosovës, dhe për mendimin tim, ne këtë do ta bëjmë për Kosovën, po mund ta bëjmë edhe për parti tjera politike. Nëse PDK-ja, dhe deri më tash ne kemi pas situata ku PDK-ja ka dëshmuar që duke qenë në pushtet, më rrinë që të reformohet, as se ka mujt më rrinë të reformohet. Për shumë kënd është e diskutueshme kjo çështja e reformimit PDK-s. Po, reforma në PDK, nëse unë e definoj mënyrën se si e kam pa, ka qenë kjo. Të ruhet ajo e cila me çdo kush duhet të ruhet dhe të ndryshohet ajo e cila patjetër duhet të ndryshohet. Dhe kemi pas një farë balanci. Kështu që lideri i arshëm i PDK-s mund ta hap edhe më shumë PDK-n, duhet ta modernizon, edhe më shumë PDK-n duhet ta ofron edhe më shumë në raport me qytetarët. Ne jetojmë në një kohë ku legitimiteti qytetar nuk e ka kuptimin që ka pas para disa dekadash. Do të thotë, nëse ne thojmë që unë jam vetë deputet, do të thotë një herë 4 vjet zgjidhesh edhe mandej as nuk komunikon me qytetarët, as nuk interesohesh për elektoratin tan, as nuk je aktiv në opinion. Do të na vjen më shpesh me dalë publik. As nuk ngrit çështje për të cilat ti identifikohesh, mund të jetë çfarë di ambienti, për të cilën ti shqetësohesh edhe kushdo që të sheh në kuvendin e Kosovës, ti lufton vetëm për çështje të ambientit. Kështu që unë mendoj që do ta vendosmë një standard të ri, masi zoti Thaçi të shkon në presidencë, PDK-ja do të vendosë një standard të ri të bërjes së politikës partijake, dhe thelbi asaj se çka është
Kosova dhe në 2016 janë që kanë partit politike. Ne jemi vëdishëm se që kanë partit politike, po aqë është edhe vendin. Thatë që nuk keni ambicje për të pësu për postin e kryetarit të PDK-s, por ju qartësisht në opinion duket se keni ambicje për një post tjetër që aktualisht e mbon zoti Thaçi, që është ai ministri i jashtëm. A keni diskutu se kush do ta pasoj zotin Thaçin në ministri të jashtëm apo jo? Deri me tash jo. Deri me tash nuk kem diskutu. Dua të jem kështu shumë i qartë dhe shumë i sinqert edhe me juve. Na jemi në situatë ku mas pakti me pas ambicie me hynë qeveri mund të jetë motiv që të arrit adrenalinën në rrafshin personal. Po nëse ka diçka që mu më shqetëson në rrafshin personal, është politika e jashtme. Do të thotë në baza ditore lexoj 7 faqe tekst për politikën e jashtme, se në ne shoh këtë vend me sovranitet kufizuar. Me sovranitet kufizuar se nuk jem antar të OKB-s. Ne në shkurt të 2016 si mushmi 8 vjet, më kujtohet një ditë dhjetorit të 2007-s, kur ambasadorët e Kuintit kanë ardhur në Partinë Demokratike të Kosovës, para se të shpallej pavarësia dhe para se zoti Thaçi të bëhej kryeminist, ku ne kishim fitu zgjedhjet, pas një dite ku ne kishim qenë rrethin Prizrenit me zotin Thaçi duke ecë në përmal, dhe ata na lexuan një demarsh, në cilën demarsh thuhej që Këshilli i Sigurimit ka dështu të arrijë konsenzus për ta miratuar pakun atisarit, dhe ju mund të ndiqni hapat e juaj sipas vullnetit të qytetarëve të Kosovës që ta shpallin Kosovën sovrane dhe pavarur. Dhe si njeri që kam qenë atë kohë në politikë dhe sot jam politik, unë jam i shqetësuar shumë që Kosova nuk është shtet antar i OKB-s. Përkundrazi, skena politike 2008-s, ndërkombëtarisht në raport me Kosovën, dhe skena politike 2016-s ka një dallim të madh, do thotë ka një fuqizim të shteteve jo demokratike, unë së në thamë tash, a janë antidemokratike. Profesor, pak për çështjen e politikës jashtme, nëse ju kërkohet, do të ktheheni ju prapë për të bërë detyrën e ministrit të jashtëm? Po e thamë shumë se do ta bisedoj në parti, me që unë do të jem në dispozicion të partisë në përputhje me atë ku mund vërtet të kontriboj. Unë edhe vitin e kaluar nuk kam bërë përpjekje me çdo kusht në pesë qeveri. Do të thotë a ditë kur është miratu qeveria, unë kam pas emrin në ministrinë për dialog, ku unë mendoj që zonja Tahiri ka kryer punë të mirë në kuptimin e negocimit, po jo ndoshta të mendimit më strategjik, që ajo i kam shqetësimet e mia individuale, më shtes se ditën për punën që ka bërë. Po do thotë nuk është shqetësimi kryesor. Do thotë mund do të më fol me shokët të dyzuar këto poste siç janë aktualisht, pra posti i ministrit të jashtëm me postin e zëvendës kryeministit parë, apo kjo do të ndryshojë? Nëse unë reflektoj debatin që do ta mbajnë parti, do të jetë kjo. Ai i cili do ta merr përsi për postin e zëvendës kryeministrit, duhet po ashtu ta ketë një ministri relevante, dhe këtë ministri relevante ta ban punën e tij të ministrit, se me qenë vetëm zëvendës kryeministri në qeveri, realisht nuk i pesh, po duhet të jem ashtu këgjë sinqert. Mund jema shumë... Mi pas rastin e qeverisë më hershme, ku ka pas shumë zëvendës kryeministra, cilët realisht... Mund të jesh zëvendës i qeverisë, po do të thotë nuk në vendimarrë nuk i pesh. Unë jam për atë që, po këtë do ta flasim me kryesinë e Partisë Demokratike pas zgjedhjes së zotit Thaçi, dikush i cili një kryesi më të gjatë. Besoj që zoti Thaçi, të cilin nuk e shoh si rival, të cilin zoti Veseli nuk e sheh si rival, po si bashkëpunëtor, të cilin të tjerë të çmojnë dhe vlerësojnë, po kjo është mendimi im shumë personal, do të thotë unë e thash ndoshta më shumë për hir të nominojmë piktuj. Komiteti është këtë ka fundit. Ridizajnim komitet na morë vendime. Ridizajnim të marrëveshjes me LDK mund të ketë është kulare flitev që ndoshta mund të ketë ndryshim, Ministria e Jashtme t'i kaloj
LDK-s, Ministria e Brendshme PDK-s. Flitet Skënder Hyseni madje për Po, nuk e kem fol një temë të tillë, po kur është bë marrëveshja në nëntor-dhjetor të 2014-s, në atë kohë formula ka qenë e thjeshtë. Gjysmën e ministrive i merr PDK-ja me partnerët e koalicionit, gjysmën tjetër i merr LDK-ja. Ne kem da ministrit, unë kam qenë 2 mandate ministër, është kohë shumë e shkurtë. Po ju tham shumë mirësisht 4 vite e ki mundësinë pagës me bë dhe nuk preferoj shumë me pas ministra me ka gjys mandati, po nëse të 2 partitë politike mendojnë që do të reformatizohet, do të ketë energji të reja, mund ta bëjmë. Ne si Parti Demokratike do ta shohmi interesin e Kosovës në qeveri, po mandej edhe interesin e vetë partisë. Po, profesor, po flasim shumë për këtë çështjet politike të raportet mes koalicionit aktual qeverisë dhe ndrimeve që mundet me qenë. Megjithatë, situata në vend nuk është aq e qetë edhe aq e qartë në fakt. Kemi një krizë të rëndë politike edhe situata e ardhme nuk duket aq shpresdhënëse edhe për këtë koalicion aktual të qeverisës. Ju keni qenë shumë i tërheqëm, nuk keni qenë pjesë e debatave që janë folë këto kohë të fundit pas krizës politike. Më intereson me ditë mendimi juaj, çfarë realisht po ndodh edhe si erdhëm deri në këtë situatë kur skena politike duket e polarizuar më shumë se kur më parë. Cili është shpjegimi juaj për këto çfarë po ndodh? Shpjegimi im është që ka disa parti politike, konkretisht po mendoj vetë vendosin, po ndoshta edhe parti tjera politike, të cilat mendojnë që përmes një ciklit vogël të krizave në vend, do të arrijnë që të ndryshojnë elektoratin e kufizuar dhe të vogël që e kanë, ta përmbysin politikisht raportin e partive të mëdha me elektoratin. E partia kryesore në opozitë. Jo, unë mendoj që këtë ato parti kryesore në opozitë në raport me neve që jemi qeveri, do të thotë në 120 vende, të na deputet i ki që mbështesin koalicionin, ko që shumë flet. Dhe matjet e opinionit publik, të cilat janë bakove të fundit nga kompani, think tank, institute, ma me renomi mrenda dhe jashtë, tregojnë që do të thotë partitë politike do të jenë këto, do të nuk ka kur fa dyshimi që PDK-ja nuk do del e para. Kështu që unë nuk besoj që edhe shqetësimet e tyne për asociacion, cilat i marrë seriozisht, do të thotë edhe si njëri që interesohet për politikë të jashtme, edhe pretendimet për demarkim, unë vetë kam qenë ministër i jashtëm, e kam përcjellë në detale procesin e demarkimit. Unë nuk kam dalë mal me matë prej lugë në lugë, edhe prej shpatit në shpat, edhe prej lumit në lumë. Po unë kam lexuar me vëmendje raportet që i ka bë komisioni ndështetëror. Bindja ime prej raporteve, jo prej terrenit, po bindja ime për raporteve është që komisioni ka bën një punë shumë profesionale që nuk humb një pjesë të territorit të Kosovës, por nëse ka dilema për këtë punë, mas paktin në një shtet të ri, i cili ende si ka mbush një dekat, ne do të me vazhdu mjegullin. Për atë më shtesë idenë që të ketë një komision me ekspert ndërkombëtar, në dalin teren, le ta bajnë një rishikim të 2-3 pikave, nuk ka nevojë 7 kilometra kufit të rishikojnë komplet, por rishikim të 2-3 pjesëve të kontestuar. Sa kam qenë ministër i jashtëm në 2011, kam pas një takim në Departament të Shtetit. Ata kanë një institut shumë të madh që merret me gjeografi, kartografi, ka një ekip shumë të madh që merret me çështje të kufive dhe raportet që është botu nga ta, jo pse vjen prej Amerikës, po pse unë kam pa, do të thotë atë ekip të njerëzve, ishte fascinues. Unë mendoj që nëse bëhet një ekip i ekspertëve ndërkombëtar, të cilët e rishikojnë kufinin 2-3 vende, besoj që do ta hekmi këtë mjegull, se unë nuk jam interesuar si nën kryetari i Partisë Demokratike të shkojnë në pej bashkë me kolegët e mi dhe dikush thotë që partia juaj, qeveria juaj i ka falë kaç kufi.
Por po ashtu kam qenë pjesë e një drejke pune që ka pas zoti Thaçi me kryeministin Gjukanović. Nuk ka asnjë interes për malit zi që ta vendos kufinin në mënyrë të njëjtshme. Një rrafsh më të gjerë se folëm më herët për mos antarësimin tonë në KB. Pas kufirit me Shqipëri, që ka qenë kufi ish Jugoslav shqiptar, me Maqedoni që e kemë demarku para disa vjetëve, kjo është kufini joni tretë ndërkombëtar. Në rrafshën e politikës të jashtme është zhvillim shumë i rëndësishëm. Sa i takon asociacionit, si njëri që kam qenë negociata në Vjenë, friga ime ka qenë a do të ketë nivel të tretë të pushtetit. Nuk ka nivel të tretë të pushtetit. Friga ime e dytë ka qenë a do të ketë territorializim të entitetit ose të asociacionit, do të lidhja e institucionit me një territor të përbashkët. Ma rrezikshme kjo qenë për mua nëse vetëm 4 komuna në veri do të mbulonte asociacioni për komunat me shumicë serbe. Kërkesa e Serbisë ka qenë këto 10 vite që ky asociacion del prej votave qytetarëve. Unë kam edhe shënimet e negociatave tona në Vjenë. Ky asociacion formohet prej komunave, të cilat janë themeluar në bazë të ligjeve të Kosovës. Por gjykata kushtetuese ka dhënë një qartësi të re ligjore. Unë mendoj që partitë politike në qeveri edhe PDK-ja do të ashe interesin e shtetit dhe ta interpreton drejt këtë vendim të gjykatës kushtetuese, e ka të obligueshme, po. Dhe gjykata, nëse më lejon shpen. Opozita ka prezantu argumente tjera, domethënë për vendimin e gjykatës, ta thonë që ju pushteti domethënë duhet dorëhiqet për shkak që ka pas shkelje të kushtetutës. Është interpretimi i tyre. Kështu. Vendimi i gjykatës, unë nuk jam jurist, edhe ndoshta Dorati mund ndihmon këtu. Nuk dua që të nuk vun për të ka për jurista apo po. Vendimi i gjykatës është që tregon qartë që do të thotë disa pjesë nuk janë përputhje me frymën. Po. Jo shkelje, fryma dhe shkelja janë këtë diçka tjetër. Mandej vendimi i gjykatës është shumë i rëndësishëm për hapat e ardhshëm. Gjykata shqetësohet për statutin i cili duhet të miratohet dhe parametrat e vendimit të gjykatës duhet të jenë parametrat e hartimit të statutit të ri dhe të aktit juridik ose të dekretit të cilën duhet ta merr qeveria. Përtej kësaj, unë mendoj që ne nuk kemi arritë ta sfjegojmë edhe marrëveshjen e asociacionit se çka është. Nuk është marrëveshje ndërkombëtare se si ne mendojmë. Marrëveshja e parë për normalizim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, marrëveshja e parë e prillit të 2013, është marrëveshje për e karakterin ndërkombëtar, përderisa asociacioni, marrëveshjet që kemi pas për drejtësi, marrëveshjet që kemi pas për polici, janë më shumë planet veprimit. Janë planet veprimit të cilat derivojnë nga kjo marrëveshje bazë, po le di që në atë kohë zonja Ashton ka pas dëshirë që të ketë shumë marrëveshje, që të ketë shumë progres, dhe tash nëse dikush se juristi vendos to me një hierarhi, janë më shumë pjesë e një tërësie të asaj marrëveshjes të madhe, se sa vërtet marrëveshje, për një marrëveshje të re, që unë mendoj që duhet të flasmi, edhe këtu s'posionojmë i temës e asociacionit ose të demarkimit, që unë jam interesuar që ne të mendojmë gjatë vitit 2016, e kam thënë kryesitë e PDK-s. Bashkimi Evropian në hapjet e negociatave për antarësim të Serbisë, në kornizën negociuese për antarësim për accession të Serbisë, thotë që Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë një marrëveshje obligative ligjore, legal binding agreement, para se Serbia të hynë në Bashkimin Evropian. Për neve si shtet i ri, duhet të mendojmë në rrafshin më strategjik. Nëse ne i lajmë ditën e fundit që të arrijmë këtë marrëveshje kur të hynë Serbia, s'kem bërë kur gjë. Unë mendoj që Serbia duhet fillojë aktualisht që ta ndryshon atë paragraf të kushtetutës sipas cilit Kosova është dhe matutje gjoja pjesë e Serbisë. Duhet ta ndryshon, duhet ta nismi që tash. Mundësh në katët e kësaj, vish pjesëbërthej 4-5 ide si është këtë marrëveshje obligative ligjore. Mundësh në katët e kësaj marrëveshje obligative ligjore që të arrijmë marrëveshje që Kosova të antarësohet në OSB,
një organizatë që ka të bëjë direkt me sovranitetin e shtetëve, që është e themeluar në bazë të aktit të Helsinkut. Unë e për organizata më të rëndësishme në Evropë për siguri dhe për demokraci. Këtë konsenzus plot gjitha... Ja, duhet elementi tretë është antarësimi i Kosovës në agjencionet të OKB-s. Po, zoti Hoxha, pse do të më shpresuna në këto, kur e patëm një disfat turpshme në rastin e UNESCO-s? Vetëm ta sharoj, mandej do të merrem me UNESCO. Do të thotë, ndryshimi i emrit, element tjetër duhet të jetë antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare. Element tjetër duhet të jetë antarësimi i Kosovës në OKB, ajo marrëveshje mes të dy Gjermanive, e cila ka qenë referencë të menduar. Jo, po, referencë të menduar kur ka nisë dialogu. Mandej, njohja reciproke, edhe një proces i pajtimit. Për shembull, unë vjet kam mbeti habitur kur Shqipëria bën të përpjekjet që ta merr modelin gjermano-francez për pajtim me Serbi dhe themelohen do organizata trive të cilët do të kultivonin pajtimin Shqipëri-Serbi. Po ta tha Edi Ramës, çka keni punë këtu? Po ju s'keni qenë pale konfliktit, po. Ne kemi qenë viktime e konfliktit. Dhe ne do ta nismi një proces të pajtimit, ku për mendimin tim, edhe mediat si ju, edhe mediat tjera, edhe shoqëria civile, edhe akademikt mund ta keni rol. Kështu që ne do dalme gjatë 2016-s me një ide çka është marrëveshje obligative ligjore, cilat pjesë do të kemi. Zoti Hoxha, kisha dashur konkretisht Leo e nisi, pra na po këtë këto janë valide. Mirë, po aktualisht para disa ditësh i patëm sheshin e Prishtinës rreth 20.000 qytetarë, si mas vlerësimi dhe panvarna, të cilët janë të pakënaqur dhe kërkojnë ndërheqjen e kësaj qeverie, kërkojnë ndërheqjen e zotit Isa Mustafa pikë kryeministrit. Pra, gjendja është kjo, ku vendi është jo funksional shumicën e kohës. Si duhet mu zhblloku kjo situatë? Pra, a menoni që ka mu zhblloku që qeveria, koalicionit duke punu në mënyrë unilaterale pa bashkëpunim me opozitën mundet mi realizu këtë qëllime? Unë mendoj që çdo njeri edhe për mu si nënkryetari PDK-s, nëse jo 15.000 vetë, po 15 vetë protestojnë marrë seriozisht. Se do të thotë në kohën cilën ne jetojmë, deri tash nuk ka ndodhur. Raporti politikës me individin është krejt i rinë kohën cilën ne jetojmë. Është mirë që të dy partitë ne edhe dje kemi ftuar në komunikatën tonë për dialog institucional. Unë mendoj që qeveria dhe opozita duhet të ulen, të bisedojnë, dhe ndoshta duhet dalme me një plan disa pikësh, se si të tejkalohet kjo situatë cilën e kemi. Nuk jam i tharë që të vjen Marti Ahtisaari, i cili është fasionos ta përjetosh në negociata si kompania 2 vitin vjen, ose zoti Karl Bildt, por unë mendoj që Kosova ka kapacitet. Unë mendoj që ky tham shumicisht, nëse nuk e kanë bërë drejtash liderët politikë dhe institucional të ulën bashkë, të presidenti e dim që kanë shku ndaras edhe nuk ka pas asnjë fryt nga ato takime. Pse do ta bënin tash nëse po thoni që nuk është ide e mirë refuzimi, ndërmjetësimi nga jashtë? Pse do të uleshin tash? Pse ne nuk kemi më qendër e botës që mund të mendojmë Prishtinë dhe krizat me cilat ballafaqohet Ballkani, lindja mesme, Evropa janë tilla se që kush nuk ka shumë i shqetësuar, ç'është na mund të mendojmë për gjendjen në këtë vend. Së dyti, për mendimin tim është testi më i rëndësishëm që ka pas ky vend. Edhe pse kriza të tilla ka pas, nuk është mirë që të mendojmë që s'ka pas kriza të tilla. Vazhdimisht ka pas rivalitete kështu kanë herë edhe banor. Në formë jo, se tash po përdoret edhe gazi lucial. Nëse unë për shembull kisha bën një esej të shkurt me 50 faqe, unë kujtohet se si ne me LDK kemi pas rivalitet në Prizren 2009, ku ne kam bart pjesën më të madhe të atij rivaliteti, so do me fitu qytetin e Prizrenit. Në 2010, këtë banalisht, për një qytet, kur ne ishëm në koalicion qendror, do të thotë bashkë, 2010 u tërhoq presidenti Sejdiu, ku unë kam qëndru disa muaj dhe si bisha në fije se çka jam
kur të largohet partneri i koalicionit për qeverisë, nuk disë si sillesh në qeveri. Në 2011 ka pas demonstrata dhunshme a 12 prej vetëvendosjes kur kemi shku marrëveshjen e IBM-it. Mandej 2013 po ashtu marrëveshjen e prillit. Pyetje direkte, a keni frikë se vetëvendosja mund të gjujë edhe juve me vetë, pasi që kjo është arma që po përdoret? Nëse kjo është agenda më e lartë e vetëvendosjes për politikën këtë vend, po ta them shumicisht, ata do ta kuptojnë se çka do të jenë. Unë kam pa partit njëjta si vetëvendosja në Evropë, se kam jetuar një 7 vite jashtë. Edhe një skenën politike, këto 20 vjet, 30 vjet e fundit, këtë gjë detajisht të këtë partive politike në Evropë, nuk është agenda e duhur, qasja atyne është gabune, dhuna në institucione është papranueshme, dhe Berati ka qenë deputet është ma absurde në jetën e një njerin politik, kur shkon të në kuvend, kur nuk e di se që ka mendu dhe ditë. Kur nuk bazohet sjellja jote politike me forcën e argumentit, po pa prit mas ki lloj situate. Profesor, për shkak të kohës duhet të ecim më shpejt në disa çështje. Përmendet një plan, disa pikë shtat që për daljen nga kjo krizë. Sipas jush, çfarë duhet përfshi ky plan për zhbllokimin e kësaj situate në cilën ndodhemi? Unë nuk jam gjendje që të hedhej pika këtu para jush për pa marrni qëndrim Partia Demokratike. Po një gjë që ka mund t'ju tham është kjo, që nëse ne djekim ba ftesë për dialog politik, institucional, besoni që një vullnet të tillë ka të madh në Partinë Demokratike. Ne mendojmë që ky mandat duhet shkonte në fund. Ne mendojmë që duhet të kem kontakte dhe komunikime me çdo parti politike. Vitin e ardhshëm ne kemi zgjedhjet lokale. Do të thotë kur opozita synon që të ketë zgjedhje tash, është shumë absurde. Vitin e ardhshëm ne kemi zgjedhjet lokale, në 2018 në qershor mas lakti, duhet të kemi zgjedhjet parlamentare, dhe do të ketë një kontinuitet të qeverisës. A besoni ju se kjo qeveri do ta çojë mandatin deri në fund? Unë personalisht besoj që kjo do të jetë. Çka nëse intensifikuan protestat, zoti Hoxha, edhe do të kemi prapë, sepse kjo është një vështrim i juaj dhe vështrim i koalicionit, në anën tjetër nuk po duket atmosfera shumë e qetë në shesh. Nëse ata vazhdojnë me protesta, kemi po shumë herë që protestat në vendet në tranzicion, kur fillojnë, nuk është që mbyllen qeta, dhe ato e arrin një efekt me kalimin e kohës. Unë mendoj që protesta e fundit, kur është përdorur dhuna, do të bëjë që në të ardhmen pjesëmarrja tjetë edhe ma vogël, po përtej asaj se sa njerëz kanë marrë pjesë, do të ketë një komunikim mes partive të koalicionit dhe partive në opozit. Për shembull, unë personalisht jam i lumtur që sot e kësaj dite PDK-ja në prizren qeverisë bashkë me AK-n. Dhe një lloj kumare e këtij koalicionit jam unë, do të thonë, edhe zoti Haradinaj kemi biseduar disa herë, dhe kur është formuar koalicioni i ri, unë kam kërkuar prej degës tonë në PDK që me çdo kusht të arrujmë partneritetin me AK-n, se në fundit kam hyrë unë Dorzani një koalicioni të tillë. A do të mund të hini prapë Dorzani me zotin Haradinaj? Personalisht nuk e kam atë peshën PDK, po ashtu kemi një marrëveshje në Dragash. Çfarë dua të them? Po dua të them që skena politike është fluide, dhe nëse dikush mendon që ne do ta vendosmi një shtet pa mbush një dekadë në një test historik për një vite, 2 vite hapësirë kohore, kjo nuk do t'i shërbej. Shumë e rëndësishme, zoti Hoxha. Pra, po përmendet Haradinaj,
i cili ndorën zemrën fjalimet e tij sulmonash për kryeministrin Mustafa, po e kursen ka pak PDK-n. A beson në ndërkohë i vetmi koalicion që asnjëherë s'është provu ka qenë PDK-AK. Pra a besoni që PDK-ja do të ishte e gatshme në një farë forme m'ia bë me sy AK-s që të llogarisë në një partneritet në të ardhmen? Ne dje kem diskutuar për këtë çështje dhe qëndrimi jonë si parti politike është që koalicioni duhet të mbetet këtë që është, nuk do të ketë ndryshim të koalicionit, unë nuk besoj që do të ketë ndryshim të koalicionit, nuk është në interes të askuj që të ketë ndryshim të koalicionit, por në të njëjtën kohë do të kem komunikim me çdo parti politike dhe çdo parti politike do të ashes se cili mund të jep kontributin e saj për stabilitetin vend. Unë reflektova vetëm atë pjesën time personale, do të raportet që i kam pas sa i takon qytetit e Prizrenit. Dhe që po dua të them është që gjithë ne, edhe qeveria, do të thonë si jam pjesë e qeverisë, po edhe partitë në koalicion qeverisë, edhe opozita duhet me çdo kusht, ta kenë një perspektivë më afatgjatë dhe ta te kalojmë situatën në vend post. Zotë Hoxha, është shkruar në mediat austriake konkretisht që krejt kjo çka po ndodh është një manifestim i shqiptarëve të Kosovës kundër themelimit të gjykatës speciale. Si e keni pa ju këtë? Unë nuk mendoj që ajo është arsyeja kryesore. Nëse ne ju referohemi mediave ndërkombëtare, BBC-ja ka pas një lajm para disa ditësh që kjo është kundër komunitetit serb në Kosovë. Dhe për mendimin tim për te gjykatës, si njeri që është marrë me politikë të jashtme dhe që kam interes ta kuptoj politikën e jashtme, ne do të shohmi vendin tonë, skenën tonë, shpeshe prej perspektivës të tjerëve. Nuk darmi mirë ndërkombëtarisht nëse kem shqetësime për asociacionin, që ne nuk jem të interesuar që të integrojmë komunitetin serb në Kosovë. Për te asaj se çka mendojmë për elementet të caktuara, nuk mendoj që ka lidhje direkt me gjykatën speciale. Planetit botës ja kemi lënë edhe një 70 minuta në dispozicion nëse mujna tash me përmbledh. 47 minuta ja kushtuam Kosovës. E njihni, po më keni qenë edhe ministër, tash jeni kryetari i Komisionit për Politikë të Jashtme. A mund me bisedu pra për disa tema, rivalitetin e fuqive të mëdha SBA-Rusi dhe konsekuencat në rajonin tonë, pra cilat janë, a ka një rrezik që diçka e tillë, për shembull Siria tash ka thymje të mëdha edhe forcat kryesore botnore, atje i kanë thyr heshtat. A ka mundësi që diçka e tillë zhvendoset edhe në Ballkan, pra të rikthehet një jo stabilitet politik kësaj tena? Unë mendoj që rajoni aktualisht është në një lloj status quo, në lloj limbo. Nuk është i përfunduar. Nuk është i përfunduar. Dhe në këtë status quo ka një rivalitet i cili para 20 vite ka qenë i pa imagjinuar, i cili ndoshta 2006, 2007, 2008 ka dalë në sipërfaqe, i cili është shprehë sidomos gjatë pavarësimit të Kosovës, para pavarësimit, pas pavarësimit. Dhe qasja e Rusisë në raport me rajonin është se si ky tjetë sa maj fragmentarizuar, sa maj ndan, dhe ju keni pa para disa muajsh se si reagonte Lavrovi në raport me Maqedoninë, se sa shpesh ka folë ambasadori rus në Maqedoni para Kumanovës, mas gjareve të Kumanovës. Po ashtu sa i takon antarësimit të NATO-s në Malë të Zi edhe protestat në Malë Zi kanë qenë të nxitura nga ndikimi rus, dihet saktësisht. Ka media në Serbi që janë bler prej biznesmenve rus. Ka në Nish një qendër ushtarake e cila është themeluar në vitin 2011, qendër emergjenca thirrët. Kur isha në Amerikë kohëve të fundit, mbrapa që të jem me një debat me zotin Hojtji që merret me Ballkan edhe me ambasadorin serb, dhe sulmova ambasadorin serb për atë qendër. Ai tha, kjo është një NGO, tha, po ka aeroplana. Dhe ftesa ime ishte për student marrëdhënie ndërkombëtare, studioni këtë rast se në Ballkan keni një NGO ruse që ka
aeroplana. Janë drona, janë aeroplana. Po, aeroplana. Kështu që Flitet fakt se Rusia financon edhe disa OJQ, me që jemi të OJQ në Kosovë. Në Kosova ballafaqohet me rivalitetin Rusi-Perëndim, jo Rusi-Kosovë. Po Rusi-Perëndim dhe tani në këtë kosoritjen e madhe globalisht. Unë e di që 2-3 herë kur e kam sulmu edhe Vitali Çurkinin në Këshill Sigurimit, jo pse isha i vetëdijshëm për peshën shumë të vogël të kufizuar në vendin tim, po do të thotë ai godit ke vazhdimisht Kosovën. Do 2-3 herë kam përmend këtë qendrën nish edhe kam sulmuar për situata tjera. Ai më thonte që a është Kosova e pavarur, a është e paqartë, nuk është shqetësimi jonë kryesor. Por nëse ka ndikim rus në Kosovë, ka ndikim në 2-3 NGO në veri të vendit, të cilët financohen prej Rusisë, dhe të cilat natyrisht kanë një rol, po unë jam i shqetësuar edhe për rolin që mund me pas Rusia brenda për brenda UNMIK-ut në Kosovë, dhe kam ngrit disa herë në kuvendin e Kosovës. Përderisa ndikimin më të madh për te Serbisë e ka në Republika Srpska, gati Bosnia i ka 2 protektor mbrojtës, muslimanët kanë Turqinë, Republika Srpska ka Rusinë, dhe për atë edhe Perëndimi pothuajse nuk ka shumë interesuar ta kuptoj atë se çfarë po ndodh në talmen me Bosnën, për shkak të mënyrës se si sillen elitat politike. Disa deklarata të fundit zotit Putin në intervistë, ishte më duket ai nuk kundërshton as shumë pavarësinë e Kosovës, sa është interesuar për të legjitimuar tash Krimen, pavarësinë e Krimes. A mendoni? Po, që ka ndryshuar ai pozicioni e rigjid kundër pavarësisë së Kosovës? Unë mendoj që në një diskurs gjysor ka një ndryshim të madh. Kam deklaratën me cilën e ka bërë Federata Ruse, Ministria e Punëve të Jashtme, 3-4 orë mas shpalljes së pavarësisë, në orën 6:18 minuta, 19 minuta, e kam shtyp pa ditë kur është shpallë pavarësia e Kosovës në 17 shkurt të 2008-s, mas 3-4 orë kanë dalë me qëndrim. Ata thirrën në të drejtën ndërkombëtare, ata thirrën në norma ndërkombëtare. Çfarë ka ndodhur në Krime ka qenë kështu sjellje tipike e shkeljes të kufeve dhe të sovranitetit pas luftës së fundit, pas luftës së dytë botërore. Vetëm Hitleri e ka pushtu Çekoslovakinë në 39-ën, mënyrën që e kanë marrë Rusët Krimin. Po të njëjtën kohë, më ka raqë të lexoj 4-5 libra për Rusinë këto 70 vjet e fundit. Atje ka pas një perceptim këtë tjetër që është Krimea. Edhe di që Khrushchevi, sa ka qenë president, ka marrë një farë vendimi. Për te asaj do thotë, ne si elitë politike do ta mbështesmi sovranitetin, integritetin territorial. Dhe unë sa kom pa politikën ruse, pavarësisht se çka thot Putini dhe zgjedh tipik një medium gjerman që ta gjun idenë e tij tash gjatë legalitetit të lishmërisë të shpalljes së pavarësisë, unë mendoj që mund të jetë më shumë një lloj manovrimi i opinionit publik. A besoni zoti Hoxha që pra kjo që e lancoi ai në intervistën në Bild, pra Krimea dhe Kosova, a besoni që do të ishte kartë për kusuritje nëse Perëndimi do ta legjitimon të Krimen, Rusia do ta pranonte Kosovën? Nuk besoj që na bën këtë favor Perëndimi. Po, ja bën halal Krimen. Nëse ne shohmi më ka raqë që ta shohën në perspektivë më afatgjatë mënyrën se si janë antarësuar shumë vende në OKB. Dhe nuk është Kosova e vetmja e cila ka prit 70 vjet. Ka disa vende që kanë prit ka 70 vjet. Dhe tani janë konkret kështu për llogaritje gjeopolitike mes antarëve të përhershme të Këshillit të Sigurimit se si janë antarësuar në OKB. Po çdo paralele mes Kosovës dhe Krimes për neve si vend i ri dhe i pavarur është i rrezikshëm. Do të mendoj që Putini ma shumë e ban që ta manipulon opinionin publik, se sa ta mbështet Kosovën, a në kuptimin e real politikës, që ka të ndodhë me atë pjesë, do të shohemi ne kur plakmi parës. Ka që kishim kohë, faleminderit që ishit në komitet.
Faleminderit për ftesë. Shikues të nderuar, mësonte patë musafir zotin Enver Hoxha, ish ministër i punëve të jashtme, biseduam për përpjekjen e zotit Thaçi për të zgjedhur president, krizën politike, por në fund diskutuam edhe pak për temën e tij të preferuar me diplomacinë. Natën e mirë, shihem as një javë.